para luftës dytë botërore kom kry për hoq. Baba I ka pas librat, unë I kom mësu aty, edhe unë sot jam hoq ateist. Mjerimi maj madh që e shoh une, kur e shoh rinin, e shoh fëmin në xhami. Kur unë njëri ka shkruat. Përmeq, jena me Halil Dodën, I cili do të na rofen për jetën, qysh ka qenë fëminia e tij deri sot në penzion. Përshëndetje baca Halil. Faleminderit. Unë para luftës dytë botërore kom kry për hoq. Baba I ka pas librat, unë I kom mësu aty, edhe unë sot jam hoq ateist. Në pa qef me diti, kom pas edhe disa intervjuja këtu. Unë jam marrë një jetë, jam marrë me mua babën më kanë myrë shkijet, e jetim jam rrit në Beograd e ka mos. U bone hoq, qysh e pritën familja jote, një hoq në familje, në pare fes, o kon nder mu kon hoq, mësus I dijes. Atëhera? Po atëherë nuk ka pas tjetër shkollë, s'ka pas kurva shkollë. Unë edhe pse kom kryer për hoq s'ka pas vend, se hoqja ka pas veç katuni ka pas veç një hoq. Po unë tona ku kon nevoja, kom marrë pjesë. Kom fol taravita dhe në për Ramazane qështu jo marrë me qatë punë. Ka leviz diçka, ka leviz nej. Sa ka ndesht pupë, se s'ka pas diçka me thonë rrugat. Para luftës dytë botërore nuk ka pas shqip, s'ka pas kur gjo. Atëherë. Sot erdhëm 2025-ën edhe e ke lënë atë fat pune. Pse? Islamizmi ka me të mrova. Kjo islamofobia është kanceri I Kosovës. Islamofobia nuk e ka bazën. Beson Zot, e unë Zotin se pranoj hiç, pranoj që ka. Xhenet, xhenem, ringjallje. Ato janë krejt pralla. Kur gjanë në islamofobizëm, kur farbaze nuk kanë. Hiç krejt ato janë veç njerëzit naiv mujnë me besuar në të gjona. Nuk ka. Unë merrna me shkencë, mu m'intereson shkenca. Njeriu e ka një agregat që prodhon energjinë e tina për organizmin e tina. Prishet qaj agregat, zemra, pumpa, ta quajmë qysh dush, jeta shuhet. Nuk ka shpirt, nuk ka arshjala. Rasat me këdonë, ruzi masher, ato që I proklamojnë ta islamizmat. Është kështu mjerimi maj madh që e shoh une, kur e shoh rinin, e shoh fëmin në xhami. Rinin, nxënësi, studenti, edhe plus edhe profesor analfabet. Besojnë një hoqë me 3 vjet me tep. Na internava ka 3 vjet me tep. Ai beson Zotin e madhmeshëm, se me pas Zot kur luftë s'kish me pas. Po kur s'ka pas, as kur s'ka me pas. E shejtana ekziston shejtani? Yes, hiç. Ato janë veç gjeste shejtani ato krijojnë gjeste njerëzit pa ndjenja, me ndjenja të këqija, edhe I imagjinojnë ato, se ekziston as me laqe, as shejtan. E ti kur je kon hoq, a ke besu edhe ti që ka me pas jetë për te me arshjala, këtë gjana? Po, si jo. E ka lindi ajo ideja, kur e kuptove që këto janë rëna që po tu të? Te 63-ën e kom ble televizorin e parë. Po. Edhe pe shoh në ekran Aldrin, Mike Collins, Neil Armstrong shkojshin në Amerikë, shkojshin në hanë. Unë më interesoj kë shkenca I përcjellsha ata, edhe për këqyri ata
edhe kur e qes në tjetër në program i këqyri muslimant në këmishat gata ku i kalon Muhamedit në shekullin e 5 me do shpota, me do kur gjo, peja të hytun e kom mo librat e kom thonë shoqës bire një fest najlon s'ka pas atëherë hale plastik, e kom shti librat e kom qitë në shpërt bërdugut. Kuranin a? Po, e ka marrë kamioni mbeturinave, e kom po muslimant kanë met aty ku i kalon Muhamedit nuk kanë shku për para. Krejt krishtert, a shkon kish dilën 1 orë, e ngon krishtin që aty, e ngon priftin, krishtjan e kënej, një javë dhe shkon punë. Muslimon gjithë ditën më falë në shpreje me bëth për pjetë, të u falë, me ravdes, falu gjithë ditën tonë kalun. Muslimont asë në shati ende marua nuk e kanë. Muslimont krejt botën e ka zhvillua krishtenizmi. Për ata, une jam huq ateist, nuk besoj, nuk jam ma ata në hiq fare si s'pranoj. Po du më ta bo një pyetje, ashtë jo shumë e keqe, po më falë, kur dek te, a kom qëti hoxha në dhe? Ju, Pse? e kom lonë të në qëzume në kamerë, pa huq mu vizitua vetëm me flamur. Vesh me flamore, kush ka më ta kënu talkinin e këtë? Kush ka më t'la? Kur gjës janë, s'ka nevoj me mlo. Hiq ka me mlo të shpia, familja jeme, më shden në arkivol, ashtu e kom lonë të qëzume në kamerë, krejt punën vërrimin, ceremonin vërrimin tanë. Okej. Nuk ka që ka me ledzu hoxha kur gja, kur kush hoxhën se ngon as prallën atë, s'ka atë kur gja. Kur gja pas vdekjes nuk ka. Kur gja nuk ka bot tjetër. Nuk ka bot tjetër. Kjo bot është e lidhne e mvarne pej dili, desa dili, e ma tukën distante, desa dili e ka energjinë e mjaftushme, e ka tuka bota jeton. Një dit nashta edhe dilit e hargjohet e heliumi, hidrogeni, një dit nashta dhaj vdes. Ato ringjallje, bota tjetër, ato vesh njeri naiv mund me besu në ato gjona. Ato s'ekzistojnë fare. Unë e tut na. Valloj, po ta thamë unë haloj besoj hoxhës. Po mund me besu është. A din të që i kretë hoxhallarët kanë në internova e ka 30 mete poshtë miftiu i Kosovës. A i ka 30 mete pse islamizmi nuk e lejon shkencën, e të pa shkencë së në shonë për pare, islamizmi nuk o shkencëtar. Kjo në internova nuk o personalitet e arsimum. Ti e ke ledzu Kuranin. Po. A thonë që çdo fjalë që ka thonë Kurani, është e shkruar në Kuran, është edhe e praktikuar në Islam, edhe që na ka ndodhur në jetën reale. Shiko, Kurani është botuar mas Muhamedit. Mas dekes Muhamedi e Bubekri e ka botuar se për para e kanë mojt përmensh Kuranin, kanë thonë kur desëm na, kur njerëzit e harrojnë nuk e mojt. Kurani njëri ka shkruar. Këtë njerëzit pleshte me që mi kanë shti mendimet e tyne, i kanë shti në Kuran. Tash ata Kuranin e kanë shpik gjenetin e gjenemin me i tut njerëzit, me i bo për veti. Se ato e në gjonat këtë, ato nuk ekzistojnë fare. Gjenet, gjenem, arshala, ruzi masher, rasat me gdonë. Ura siratit, kur gjatë, po. A s'kena me kalu urën e siratit, a? S'kur gjatë.
Krejt ato janë prova. Ku. Sot, në 2025-ën, çfarë është jeta jote? Jeta jam është si mas kohë. Qësh është kohë, si mas kushteve të mija jetoj. Nuk merna fare me ato, unë krejt qka më intereson shkenca, teknika, më intereson te ku ka shkue njeri qka kanë ngritë njeri në bazë shkencës, ka orte këtu si në medicinë, si në astronautikë, si në tona gjonat. Çfarë mesazh ju kishe dhënë gjithë njerëzve? Gjithë njerëzve ju kisha thonë që të arsimohet, gjithë kushi të arsimohet edhe të logjikoj gjonat. Të logjikoj gjonat me logjiku çka e vërtet, çka son. Për çka është që kjo që në gjyre, duhet me logjiku pse e ka qëtë në gjyre. Njeri duhet me pas logjik se ti mund me krye, mund me bo doktor, unë e quj doktor Matuf, Sheqet Krasniqi. Ai as një fjallë të vërtetës se ka. Kur gjithë që ka flet, ai sen aty të vërtet nuk ka. A doktor është? Nëse nesër Sheqet Krasniqi nuk do t'jetë kryetari i Bashkisë Islame, a qa është? Jo, ai ta shumë veç si ligjerus. Nëse ai nuk ka ligjerus, ai kishe besu Islamit. Ai kishe besu Islamit edhe ti nëse ai nuk është. Shefqeti e Bjoriqi, apo qatë mendim e ki, edhe mu kanë me Shefqet e pa Shefqet njëjtë. Ai, kur në saj doktoran, në doktoratin e ti, në ligjeratin e ti, në kur gjë të vërtet nuk ka. Se krejt ato ligjeratet e tina e kanë bazën xhenet, xhenem, buta tjetër, ringjallja. S'ka ringjallja. Një jetë e njeriut shuhet, njeriut në atë moment, çdo organizum e ka një agregat që prodhon rrymë për ta. Nalet rryma jeta shuhet. Nuk ka shpirta, s'ka arshela, që thë shkojnë shpirtat në arshela në dy bëndy. Ato me mund gjallë krejt ata njerëz, ato janë miliarda, triliona, jo një trilion, po pesa njeri ka dekte sot, ato janë miliarda, triliona njerëz. E ato kur kush nuk ka atë fuqi me maru as xhenet, as xhenem, as ato janë krejt gjona veç naive mund me besu në ato. Njeri ngritur, njeri normal, njeri arsimum në ato gjona nuk beson. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Me njerë qofshi edhe ju ka lëfshi mirë. E inshallah shihemi apet. Inshallah shihemi për mirë. Amin o Zot. Unë ju uroj sukses. Faleminderit. E ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjonat e mira i sellen veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.